Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve arrestuan shtetasin me inicialet BZ 18 vjeç banues në Shkodër dhe një 17 vjeçar pasi gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e policisë i gjetën 17 vjeçarit një sasi lëndë të dyshuar narkotike kokain, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa shtetasi me inicialet BZ po drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin me inicialet OQ 39 vjeç banues në Bajës, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori për njoftim mbi faktin, pasi dje në aksin rrugor Shkodër-Koplik, shtetasi me inicialet FV 78 vjeç banues në Shkodër, duke drejtuar automjetin e tij, si pasojë e një manovre të gabuar, i ka ndërprer rrugën automjetit me drejtues shtetasin me inicialet SC 31 vjeç banues në fshatin Leporosh. Si pasojë është dëmtuar leq shtetasi me inicialet FV. U referuan materialet në prokurori për shtetasin me inicialet EG 56 vjeçe banuese në Shkodër, pasi në bulevardin Bujar Bishanaku, automjeti që drejtohej nga shtetësia me inicialet EG është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen me inicialet EQ 41 vjeçe banuese në Shkodër. Shtetësia me inicialet EQ është paraqitur në spitalin rajonal në Shkodër për kontroll mjekësor pa probleme për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetësit me inicialet ES 41 vjeç banues në Laç, Kurbin, pasi ka dëmtuar derën e dhomës së zhveshjes së stadiumit Reshit Rusi, pas përfundimit të ndeshjes Vllaznia U15 Shënkolli U15 dhe nuk i është bindur forcave të policisë gjatë shoqërimit. Shtetasi me inicialet AF 25 vjeç dhe KF 28 vjeç vëllezër të dy banues në Shkodër, pasi janë konfliktuar fizikisht dhe kanë goditur me mjete të forta. Shtetasin me inicialet ZL 33 vjeç banues në Shkodër për motive të dobta. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.